Rroga ecë edhe deputetëve për ecë edhe qeverisë nuk e di cili kurban do të mu prej për mu majt një seancë konstituive që me tërgu unitet, po tërgohet që kokëforsi realisht ende nga mazhoranca dhe nuk ka një reflektim që me ndryshu edhe veprimet antikushtetuese dhe antiligjore. Ne vetëm se kemi dërgu si që dini si opozit edhe një gjykatë kushtetuese formën e votimit, ende nuk kemi një akt gjykimi pa akt vendim të gjykatës kushtetuese, ku të regon se cila është e drejta në këtë aspekt, por po shihet qartë që po dojmë me neglizhu procesin e konstituimit të kuvendit, edhe kështu edhe po të rashët një farforme edhe problemet të qytetarëve çdo ditë, për shkak se shumë qytetarë në disa aspekte nuk po marrin vëmendjen e duhur. Prandaj është përkeqardhje pse nuk ka reflektim nga shumica parlamentare. Rroga ecë edhe deputetëve për ecë edhe qeverisë, fatkeqësisht edhe luksi i qeverisë po ecë edhe më shumë se sa çdo sen. Sigurisht neve na kanë votuar qytetarët e Kosovës për me marrë qëndrimet e tona, sigurisht secila e kemi përgjegjësitë tona edhe partijake, po mbi gjitha kemi obligimet të ndaj Kosovës dhe ndaj qytetarëve. Dhe sigurisht që unë besoj që çdo herë ai që ka besimin më të madh duhet të reflektojë më shumë se sa çdo subjekt apo edhe deputet. Prandaj sigurisht kur reflektojnë edhe ata, besoj që edhe ne reflektojmë. Po besoj që në këtë aspekt na pishum shumë qartë që aja si parti politike, këtë rast vetëvendosja, ka si ide zhagitjen e procesit deri pas zgjedhjeve lokale, pastaj e shohin edhe si institutje.